Dhe pandemia, ose që kur nisi, ishte kjo ideja e saj, që të ndahet bota në dysh dhe zombi ose njerëz të vdekur që ecin. Domethënë zombi jo fiks në ato imazhet e frikshme që çohen nga varri dhe ecin, por që janë të gjallë dhe nuk kanë asnjë lloj objektivi siç kanë qenjet humane normale, që shumë shqisa dhe shumë gjëra që njeriu i ka zakonisht do shuhen dal nga dal dhe do ndahet bota në dysh, duke qenë se një pjesë e njerëzve janë të zgjuar dhe një pjesë janë akoma me ato efektet e pas vaksinimit që nuk po dinë se ç'po ndodh dhe disa e besojnë, disa nuk e besojnë, teksa ajo është duke ndodhur. Faza e pas pandemisë, unë në fakt e kam postuar në fillim të pandemisë, në fillimet e 2020-s, që pandemia është një zombi, ose zombi që po ringjallen. Që do jetë një virus i ri që mund të shfaqet, duke u thënë që do ketë simptomat e zombive, ose madje jo para pak kohësh është publikuar diçka e tillë në disa shtete, një tip studimi që ka shfaqur një virus i ri me këto simptoma që quhet zombi virus. Jo më Covid, por zombi. Zombi virus, po. Ti njihesh për teoritë tua konspirative dhe për shumë intervista që ke dhënë, domethënë shpeshherë ke thënë për intervista që i taku edhe me dimensione të tjera apo me alien. Në fakt, unë dua gjithmonë vetë nga unë nuk ka dalë kur fjala alien apo UFO apo jashtëtoksor. Dua ta sqaroj të pjesë sepse jashtëtoksor është një fjalë shumë e madhe, alien prapë është fjalë tjetër dhe UFO tjetër. Unë kur nuk kam thënë që kam parë një UFO apo një alien apo një jashtëtoksor. Qeniet që unë kam parë janë qenie multidimensionale, që do me thënë, janë të lira dhe nuk janë jashtëtoksor si që jemi ne. Du të thonë ne jemi në tokë, ata nuk janë. Nëse ne e quajmë tokën kaq sa është me këto kufij që është, me një glob kështu, që vjen vërdall dhe ne prapë jemi në vend, atëherë duhet të pranojmë që ne i bie që me që nuk i shikojmë disa gjëra, ashtu siç nuk shikojmë Zotin, kështu si figurë fizike, i bie që nuk pas ka asgjë tjetër. I bie që Zoti nuk ekziston nëse do besojmë kështu. Atëherë i bie që të pranojmë që jemi vetëm ne. Edhe kjo i bie të mohosh Zotin, por nuk është kështu. Atëherë, përderisa ekziston Zoti, ekzistojnë dhe gjëra të tjera që ne me sy të lirë nuk i shikojmë nëse nuk jemi në të njëjtat val frekuenca. Që do me thënë, krijesat multidimensionale janë të lira dhe janë jashtë rrethit ton të kufizuar që në kanë izoluar prej kaq kohësh këtu. Në këtë tokën që na kanë thënë është kaq edhe është aq, ka këto kufi dhe ka ato kufi. Që përderisa gënjejnë për formën e tokës, kanë arritur të na gënjejnë edhe për sipërfaqen e saj, për kufijtë e saj real, që ne jemi jashtë tokës, do me thënë jemi të izoluar në këtë dimension këtu dhe nuk shohim dot përtej saj. Jemi ne jashtë tokës, jashtë tokësorës. Konkretisht si ndodhi ajo që i ke po ato qenie tjera, domethënë se ke qenë e vogël nëse s'ka po ja? Ato të shfaqen ose mund të jenë shfaqur edhe njerëzve të tjerë, mund të kenë qenë trupa astral ose qenie dimensionale që mund të jenë shfaqur dhe unë kam hasur njerëz të tjerë që i kam takuar dhe kanë parë gjëra të ngjashme ose diçka të tillë. Në Shqipëri mbase njerëzit kanë frikë të dalin dhe të deklarojnë gjëra të tilla, ashtu si çdo herë çdo gjë e re nuk merret dhe nuk mirëpritet derisa më pas bëhet fakt. Mbase unë jam pak herët për të folur për këto gjëra, sepse gjithmonë kur flet dikush përpara shumë kohësh duket si fantashkencë. Si të shfaq ty konkretisht? Që unë kam parë siç e kam thënë, që domethënë është në formë drite dhe ajo që zgjatet dhe ti prekesh nga drita. Në momentin që ti prekesh, mundet që të shikosh dhe në vazhdim jeta jote ndryshoj, aftësitë tua të bëhen më të mira dhe ti ose lindi tillë ose do të ndodhi diçka në jetë që të kontaktuan ty. Nuk është e rastësishme sepse disa njerëz përzgjedhin, disa mund të kenë lindur të tillë, nuk do me thënë sepse unë isha e veçantë apo më ndodhi mua dhe mund të kenë ndodhi njeriu tjetër, të paktën aq sa njoh unë. Po dishta shkurtimisht mund ndodhe edhe këtu para se me kalu tek Hoxha, ti ke thënë që shpeshherë në për intervista që alienët mund të kenë, domethënë pamje edhe si të njeriu. Në fakt nëse reptiliane si që quan ti? Racat që kanë marrë pjesë në krijimin ose para këtij njeriu që ne njohim sot, sepse njeri, fjala njeri, një e re, është një gjë e re. Domethënë një ri, një njësh, numri 1 e re, i ri, jemi ne, jemi këta të sotmin. Por para nesh ka ekzistuar një civilizim tjetër dhe që ne mund ta kemi
Në ta kemi hasur në disa ndërtesa që i shikojmë shpesh si piramidat apo ndërtesa arkitekturore që ne nuk e arrim dot sot t'i krijojmë. Që do me thënë, kanë qenë të një civilizimi të më përpashëm që ka qenë shumë më i zhvilluar. Atëherë, këta njerëz nuk është se u zhdukën ashtu nga hiçi dhe fap. Ato mund të kenë marrë pjesë në krijimin e racës tonë të re dhe mund të që përbërja jonë të jetë një bashkim i një race para historike para nesh dhe e ne të sotmeve. Që do me thënë, nuk mund t'jenë ata alien, ata mund të kenë qenë për para nesh, kështu që i bie që janë toksor, nuk mund të kenë qenë alien. Dhe disa prej tyre ekzistojnë edhe sot në forma të ndryshme, disa prej tyre janë në Hollywood, ose në elitën e botës që kanë drejtuar prej kohësh. Fjala Big Bang, për shembull, që tregon për dinosaurët apo për zhdukjen e tyre, nuk do me thënë që është një vërtet plasi një bombë dhe nga hiçi u zhdukën dinosaurët. Dinosaurët në vetvete përfaqësojnë racën reptiliane. Që do me thënë, ajo ngjyra jeshile dhe ato që hanë mishe kështu, përfaqësojnë pikërisht atë racë që nuk ushqehet si njerëzit normal. Dhe kjo është ajo raca që mund të quajmë ne alien, po na quajnë ata neve alien. Po çka nëse kur ta shohim, domethënë alien, si me diktu që është alien nëse na përngjon neve? Për shembull, nëse Arianiti është alien, ku me ditë na që është ai alien? Atë isha duke thënë që ne unë t'jemi jashtë toksorët, ose alienët. Po nëse të një qenje tjetër... Një qenje tjetër ndryshe nga ne, që duket... Ashtu ka disa tipare, që pak njerëz mund t'i dallojnë. Për shembull, struktura kockore ndryshon. Syt mund të her pas here marrin ndryshojnë ngjyrë ose bebja e syrit ndryshon her pas here. Tiparet e tjera të lëkurës, ata shpeshherë janë njerëz që nuk e durojnë dot diellin, por nuk do me thënë gjë sepse ka dhe njerëz tjerë që kanë mungesë të vitaminës D dhe nuk e durojnë dot diellin. Kjo nuk do me thënë gjë. Kanë disa tipare, do me thënë që dallojnë. Duart janë shumë, po, prandaj po thoya për strukturën kockore, duart janë më të mëdha se zakonisht. Dhe shpeshherë ato tentojnë të fshehin duart duke mbajtur dorashka, siç mbante mbretëresha dikur. Kjo puna e dorashkave nuk është vetëm për të mbrojtur apo për të fshehur atë çfarë ata kanë në lëkurë ose lëkura e tyre është ndryshe, po është edhe për të fshehur energjinë që neve transmetojmë me anë të duarve. Do të thënë baza kryesore e energjisë që ne transmetojmë është tek duart. Po kalim tek Hoxha se vetëm pak bash. Hoxha, besoni ju në qenie tjera, domethënë që ka jashtë toksor, apo e thot feja islame, domethënë që ekzistojnë qenie tjera, siç quhen këta alien? Kështu. Duke u nis prej fjalës Zotit që gjithë Kurani është udhërofis dhe në jep sqarime, po ndonjëherë sqarimi është edhe për diçka që është sekret për neve, që të mos thellomi shumë, por derisa nuk kemi fakte, domethënë konkrete. Thot Zoti në Kur'an: "Wa ma utitu min al-ilmi illa qalila." Juve u zhdon shumë pak dije, domethënë u zhdon dije atë sa keni nevojë për të jetuar dhe për të kryer nevoja